Korporata e investimeve shqiptare ka rishpallur nga e para thirrjen për të gjetur një zhvillues privat për nën projektin për godinën e re të bibliotekës kombëtare, që është pjesë e projektit zhvillimi dhe menaxhimi i pronave shtetërore. Sipas dokumenteve sqaruese, anulimi i procedurës së parë është bërë për shkak të një numri të pamjaftueshëm të aplikimeve të dorëzuara për fazën e parë të procedurës konkurruese brenda afatit, për dorëzimin e aplikimeve të përcaktuara në dokumentet e kualifikimit. Në thirrjen e re, Korporata e Investimeve Shqiptare ka përcaktuar si afat për paraqitjen e aplikimeve nga ana e subjekteve private datën 7 prill 2025. Sipas dokumenteve, procesi do të jetë ndarë në 2 faza, ku në fazën e parë pritet të bëhet paraqitja e një aplikimi nga subjektet e interesuara, ndërsa në fazën e dytë konsiston në paraqitjen e një propozimi, i cili përmban projektiden arkitekturore të zhvillimit multifunksional, si dhe ofertën financiare. Ky projekt synon konceptimin dhe projektimin e një zhvillimi multifunksional në zonën e ish vilave gjermane. Ndërtimi i bibliotekës kombëtare është një nga disa projekte që qeveria ka nisur, sa i takon zhvillimit të pronave në partneritet me privatin.